Mirë se po takohem me të dashur miq të emisionit Familja Jon. Faleminderit shumë. Këtë diel në emisionin Familja Jon flasim për trajtimet e hershme ortodontike bashkë me doktoreshën Ulpiana Ahmeti Bujupi. Ekzistojnë raste të cila për shembull nëse vleni një vest të keq të fëmijë që prolongon për një kohë të gjatë, siç është thithja e gishtit, e gjuhës, faqeve, gjasendeve të ndryshme, pastaj përdorimi i zgjatur i biberonit, pastaj frymarrja orale, të gjitha janë këto problematika të cilat menjëherë duhet të lajmërohet te specialisti i ortodoncisë. Në pjesën e dytë sillim një material për problemet që diabeti shkakton në shikim bashkë me oftalmologun Dr. Valbon Ajazaj. Pas ekzaminimit të fundit të syrit të retinës, shohim që janë zhvilluar membrana të shumta proliferative, të ashtu quajtura enët e egra, të cilat mund ta tërheqin retinën dhe ta shkolitin dhe në këtë mënyrë edhe ta verbojnë pacientin. Bloku i tretë na dërgon në spitalin e përgjithshëm Rezonanca 2. Dihet që koronarografia është një metodë invazive, është një metodë e cila i ka edhe komplikimet e veta që mund të ndodhin, po për fat mirë ka gati 2 vite që na këtu kemi realizuar koronarografi edhe kemi realizuar edhe raste shumë të rënda që të cilët nuk kanë mund të realizohen dikun tjetër. Te rubrika Magjikët e vegjël kemi të ftuar Unika Osmanin. 4 Po, plus 5 po. minus 6 plus 8 Po. 19. Ndërsa në kuzhinë bashkë me Alban Uskanën gatuajmë muffins të njelmët. Është e mira se ne me këtu shkojmë me gjithçka. Për shembull ti mundesh mi bëj kështu copa të vogla edhe djathtë. Takohemi të dielën nga ora 16 në Kanal 10. Familja Jon mundësohet nga Klinika Gjermane Syrit, Instituti për Shërbime Psikologjike Sociale Visar Sadiku, Spitali i Përgjithshëm Rezonanca 2, Spitali i Varësive Rezonanca 3, Mobileria Mia Home, Saloni Perdeve dhe Tepijave Visari Home, Shkolla Finlandeze.